Hej, përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme, unë dua të ndaj me ju historinë e një 45 vjeçari nga Mokra, por që ka emigruar prej vitesh në Greqi. Bëj fjalë për Bujara Beshin, dashurmiq, i cili ka denoncuar se bashkëtuesja e tij së bashku me djalin 9 vjeçar janë larguar nga banesa dhe janë në drejtim të paditur. Ai nuk ka asnjë informacion. Zërin e djalit të 9 vjeçarit e ka dëgjuar për herë të fundit në datën 5 mars, ku djali ka kërkuar ndihmë që babai të shkonte ta merrte. Por se çfarë ka ndodhur, Bujari do na i tregojë në këtë live, do mësoj më shumë detaje. Pse është larguar bashkëtuesja në këtë lloj forme, pasi jam i sigurt që mes çiftit do ketë pasur një konflikt. Gjithsesi e ftoj 45 vjeçarin për të dëgjuar historinë e tij. Te ky live im më ke telefonuar dhe më tregon çfarë ka ndodhur me jetën tënde. Që ka ndodhur në jetën time. Unë jam një person, kam qenë dyri i martuar. E dytë kjo që është martuar. Po? Kam qenë me gruan e parë, kam patur bashkim familjar, jemi ndarë këtu në Greqi, kam një djalë me gruan e parë. Po? Jemi ndarë, nuk si ishim gjithë vllafin mirë, jam ndarë, kam një djalë, kam djalin 18 tashi, jetoj këtu në Greqi, kam 30 vjet në Greqi. Çfarë vendi je në Greqi? U jam në Grevena. Po, por çfarë ka ndodhur me ty? Tash me këtë të dytën ka ndodhur kështu gjë. Njëjta këtë zonjën. Si quhet kjo Me këtë zonjë? zonjën Floresha Hoxha. Floresha Hoxha, po? Kjo është nga fshati i Prensit, quhet Kotodesh. Sa kohë ke ti që je njohur me këtë zonjë? Me këtë zonjë kam 10 vjet që bashkëjetoj dhe kam bërë një fëmijë me këtë zonjë. Keni djalë, vajzë? Djalë. Djalë, sa vjeç është djali? Djali pardi mbushi 9 vjeç. Dhe 100 vjeç. Është është. Por çfarë ka ndodhur? Ka ikur nga shtëpia bashkëtuesja? Rota që s'ka ndodhur me këtë. Unë me këtë të mi djalë këtune, dhe djali nuk e njohë, nuk i kam bërë kartë që ta njohë të quhem si baba. As një lloj kartës. As bashkim familjar, as gjë përgjithë. Quhet nuk donte zonjën që ta njihje, djalin. Po pse nuk ja ke dhënë atësinë djalit ti? Nuk donte zonja jonë. Po pse nuk donte zonja që ti jepte atësinë? Nuk e di, nuk e di, pse nuk do t'i thoshe gjithmonë, kishim dallavere, për të rarë nuk e kam rarë. Po ç'a dallaveresh? Ja, një sekondë lutem, Bujar, ç'a dallaveresh? Që ta kuptoj qartë historinë. Në shtëpi, punë ekonomike, punën ekonomike. Kishim dallavere, do të thonë të vërtetën që unë që mora këtu për të vërtetën do të thonë që kishim, ishte grua e mirë, grua një kuqire, grua për shtëpi, grua punëtore bashkë punonim. Po. Punonim bashkë. Kishte, fajti kam patur unë, të vonë të vërtetën. I kam patur faj dut. Nuk i pati faj zonja, se vetë nëna e ka bërë, nuk e ka bërë në një për shembull. Po ç'a gabimesh ke bërë ti? Ç'a gabimesh ke bërë ti që ajo ka ikur? Jo, unë ka bërë, i pranoj gabimet dhe i pranoj me deklarat, i pranoj gabimet që kam bërë që e shanje, e fundonje. E shaje o ofendoje? Po. Po pse e shaje ti? Pse e shaje? E shanje, fundonje, arrinje gjëra ti se nga shtresi, se kjo i thoshë, bëjmë për fëmin kështu, më ditë se kundra gjithmonë, për çdo gjë. Kjo zonjë dashur që kam patur unë, kjo ka qenë në Burg, në Shqipëri, ka bërë 9 vit Burg. Ka bërë Burg bashkëtuesja jote, nëna e djalit. Këtu në Shqipëri 9 vite Burg. Po. Po për çfarë ishte dënuar? Gjërë siç më ka treguar ajo tash, nuk jam e vërtet, nuk di gjë fare, se unë jam në ajër tash. Për momentin që flas jam në ajër. Do të thonë kjo ka bërë Burg me të shoshin, shoshin që ka patur. Po. E ka në Burg akoma në poshtë. Me çfarë akuzë? Pse u dënua gruaja bashkëtuesja juaj, bëri 10 vite Burg, për çfarë? Kish më tha, kjo timja, kjo që rrinje bashkëjetone për trafik fëmish. Për trafik fëmijësh? Po, që nga Shqipëria në Greqi. Por pse se kjo është akuzë shumë e fortë. Që ti thonë këto gjëra të unë shumë akuzë, vetë më ka thonë sonja. I thoshë zonjë mi vështon, trafik fëmijë vështon. I dhe bashkëjetuesi, ata burrë që kanë patur, se ka 2 fëmijë, ka një djalë ka Shqipëri. Ndalemi pak këtu, Bujar, ndalemi pak këtu. Ajo më ka treguar që burri ka blerë një djalë nga Dore Zezë,
Komuniteti rom, po? E ka bën djalë dorëzet dhe kjo ka lindur një cupë këtu në Greqi. Po? Ka qenë te jama Shqipëri 9 muaj, ja ka marrë i shoqi dhe ka shitur në Greqi. Ku e ka shitur? Ku e ka shitur? Të ka treguar? Po, të ka treguar ku e ka shitur? Po, më ka treguar që e ka vënë në verje, me një fshat të verjes. Po për çfarë e ka shitur? Për birësim, për çfarë arsye? Çfarë të ka treguar? Sa është ti diva unë i shkretit, nuk di që i ka shitur atje. Unë tash kam një fëmijë me këtë, dakord jam fëmijë me këtë, po unë nuk kam besim te kjo, se kjo mund ka marrë gjendje atë rrugë që ka patur në parë. Ti ke frikë se mos shesi. Ti ke frikë se mos shesi dhe djalin tuaj, që e keni sill bashkë. Po. Ajo tash e ka marrë këtë rrugën e parë, ka kartë ta, por ku kam besimin? Po është grye e mirë, është grye punëtore, grye për shtëpi, nuk është grye rrugëve, sa që kam një të rrugën që ti grye rrugë, grye punëtore, grye për negocisht, unë kam frikë tash për punën e fëmisë. Sa koka që është larguar? Ajo, unë kam folave me motrën e saj, ajo iku datën 29 shkurt, i kam vënë unë 300 euro, ka iku në prenjës për të nxirë pashaportën, si mbaron të pasaporta. Po. Dhe ka ndetur të motra ime, kam një motrë në prenjës, unë ka ndetur një javë me gjithë djalin tim. Po. Dhe pastaj të martën është nisur për në Greqi. Ka kaluar kufirin grek. Çfarë date ke folur me djalin tënd për herë të fundit? Me djalin për herë të fundit ka folur datën 5 mars. Po. Ka qenë ora 12 i ditës. Po babi atë bën si dukesh mirë. Ai babi jam i vend këtu nuk e di ku jam, po hajde më merr. Dhe ka gjë. Po shënoj atë çik mamin, thashëm ti flas mamit. Po. E vazhon, moj zoni i dashur vazhon. E jetë dhe shumë, arritë dhe shumë. Pa të shka që duhe dhe ku jam uva, nuk u vi më të ty, fa. Mirë vë që më punë e tjere si bajt. Dhe më foli Greqish pastaj. Më foli Greqish që nuk vi. Pa dhe mi mbyllë me telefon me tëra. Të ka blokuar? Messenger, komplet. Jo mua, se unë kam rrëve me telefon tjetër të shoqërisë këtu, me grek, me shqiptar, i ka blokuar, komplet. Po mirë, çfarë ndodhi atë ditë kuriku ajo, që nuk thehet më? Keni patur ndonjë debat, ndonjë zënk? Asgjë. A ditë ku dojë për pasaportën, e kam përcjell me njerëz e mi, me makinë me njerëz e mi, e ka thuar se kam një kushuri që është martuar me grek, këtu e ka thuar e greku në Pogadet, me makinë tjetër s'leka të marrësi si të marr pasaportën, kthehej gjithë në prapë. Po si ka mundësi që ju keni jetuar gjithë këto vite, 10 vite bashkë dhe ajo të iki në këtë lloj forme? Ka patur ndonjë debat, besoj, ndonjë zënk? Dallavere unë kam patur për punë ekonomike, kam patur. Po të lutem, o bujar, ku ti thoj dallavereve ti? Si do ta kuptoj fjalën dallavere? Ja, ka punë ekonomia. Ajo ka qenë tëra. Po ju keni pasur konflikte me njëri tjetrin? Po, kemi pasur pagjëjeshte, ajo më ka ikur vëjër për para mua. Po? Me iku para 2-3 vitish me iku në Itali. Po ku vajti në Itali? Kishte një në Itali, me iku në Itali. Ku u kthye, pastaj u kthye vetë në të shtëpia këtu. Po? Ajo zonja po lot me 2 porta. Mua po më lotash me 2 porta. Një ndër njëte. Vajti në Itali me gjithë djalin që kam tash. Këtë djalë që kam fotografi këtu, me gjithë djalin. Do kthye që të më nuk e bëj mofa. Më falë, nuk e bëj më këtë gjata. Ajo më bëri gjire të shi. Unë nuk kam besim vetëm të kjo gjë, që gjithmonë nana e rritë fëmin, nuk ma mendja. Unë kam frikë vetëm këtë gjë që mos marri gjine të rrugë që ka patur. Atë kam frikë, ka malë dhe fëmis. Ajo të shkojit e saj, inshallah ti kosh martuar nësë me grek, nësë me amerikan, t'ja kaloj mirë, njëtë në saj, po unë kam malë dhe fëmis. Unë për fëmin, do që ta marë për të bëjt denen për fëmin. Po mi më një gjë skuptoj unë. Jeton 10 vite me zonjë në fjalë, ke sjell një djalë që është 9 vjeç, por si nuk i ke dhënë atësinë 9 vite? Domethënë ajo nuk ka pranuar, ti japësh atësinë dhe ti e ke pranuar këtë gjë? Si nuk e kumgullur, ma është djali jot? Je i sigurt që është djali jot? Po, o kam gullur ashtë shumë kam gullur me të, do thuash ti, kam gullur shumë që sa të bëjë, unë tash ta rrinë, që të shkojnë në burg në Greqi. Po jo, ta rrinë. Jo, shkriptë vë që dorë të një femër.
I thoshe, i luqe me të mirë, i shanje, po e është më burë, dhe me të keqe kam sharë, thonë drejt, e kam i funduar. Gabim ke bërë. Kam bërë gabime, e pranoj gabime që kam bërë gabime jashtë zakon. Nuk pranonte, nuk e di, mu të kishe lidhje me këtë ishë burën e parë, nuk e di. A e ka qenë Po dyre martuar, unë një treti. E qartë, po çfarë të thoshte? Çfarë arsye të jepte kur ti kërkoje që të vini të regjistronit fëmijën dhe të jepi atësinë, edhe ajo nuk pranonte? Çfarë justifikimi nxirrte ajo? Ajo gjota që unë që ditë e parë që ka lindur fëmija, që lindi këtu në spital ka qenë pa karta. Pa letra, e thova me pashaport. Po. Këtë zonje. E thova unë ishte me gruan e parë. Bara ndarjen, po. Në Shqipëri, në gjykatë të Pogradet, si ka ligji, bara me ndarjen, këtu në spital nuk regjistrova me emrin e babait. Vajte regjistrova djalin këtu në Greqi, në Grevena, që të certifikatat, i kam certifikatat këtu që regjistrova djalin me emrin e sën. Po. I vajte, moj zonjë dashur, vemi që të njoj djalin, si ta bëjmë? Jo ja bënte, se më gjej kartat. Po që s'mi që gjej kartat, unë jam baba, ti ke kartat me mbjemi tanë, djali me mbjemi tanë. Jo. E la, shumë nuk mi bëjnë shamat. Po martesë pëse nuk bëre? Martesë pëse nuk bëre me celebrime? Nuk bëre do të Shqipëri celebrime, se unë kishte një gjysh këtu në Greqi, dhe nuk me lironi që të kaloni një kufirin grek për Shqipëri. Më kupton? Po ndërkohë, ju keni jetuar bashkë 10 vite. Si e njohur me këtë zonjë ti? Me këtë zonjë më ka njohur të marrë i vllai kësaj, se me vllain e kësaj kam qenë shok të ngushtë. Po, ti ke qenë në Greqi në ato kohë, dhe si... Në Greqi. Po. Vllai kësaj punonte me një hotel, punonte roje në Prenjes, dhe unë ku shkoje nga Shqipëria, nuk shkoje në Mokrë, se Mokrë është rrugë e keqe, nuk hynin makinë, dhe flinje në hotel. Po. Në Prenjes. Po e vëmë i vllai kësaj kështë shok, po e vllai kësaj vëmë të bëj një nuse, e mi, vashë, po ca nuse, po të bëj një nuse është një utim. Dhe po më bëri motrën e këtia. Po si, nuk të tërgoj të vërtetën ai që ishte motra? Jo, më tërgoj mua, e motra në atë vit që jam martuar unë, në atë vit motra sa kështë punuar, sa kështë dalë nga burgu, kështë 6 muaj kështë dalë nga burgu një vit, punonte me një lokal. I ka unë pe Greqis, vajta njojë ati, ram dakord, rregull, çdo që janë rregull, i mora e soda në Greqi, vashtë të krijojmë jetën në Greqi. Vitet e para që jem shumë mirë, ku e në fillim fare që jem si keq, nga ekonomia gjitha punën filluam bashkë, fillova me gruan bashkë, punonin bashkë të dy, me një pronar, punonin bashkë, i bëra kartat, lidi fëmijë këtu. Po mirë, kur e mësove ti që ajo kishte bërë burg, kishte dënuar për trafikim dhe mbi të gjitha kishte shitur fëmijën e saj, se kjo është shumë e rëndë. Kur e mësove këtë gjë ti? Po, jo tash, ajo është kjo akuzë është gjë shumë e rëndë, që të thosh për tjetrin për këtë gjë. Ajo më ka treguar vetë. Ajo e ka pohuar me gojën e saj, ti ka treguar të gjitha vetë. Më ka treguar, më ka thonë kaqe. Pa, vazhdo pse ke qenë në burg, për shumë? Nuk është në burg, po është shkollë, më kështu se nuk duhet ta ush një. Po. Më kupton? Po pse ke qenë në shkollë? Po. Pa kam qenë punë, ish burg që kam patur unë. Kam nitur një fëmijë në Greqi, 2 fëmijë ka lindur këtu në Greqi. Po. Djalë cup, më ka marrë cupën 9 muaj më ka marrë dhe më ka shitur në Greqi. Po që mirë vashon ai ta ka shitur në Greqi vashon. Po ti pse bëre burg? Eva më ka akuzuar që bashkëpunim ha. Tani të dënohesh nga gjykata me 9 vite burg e qelërie, do të thotë që gjykata e ka vërtetuar që ajo ka qenë në bashkëpunim të kësaj gjëje. Po gocën e kërkonte ajo, fëmijën e vet e kërkonte ajo që burri ja kishte shitur? Nuk do të di fare. Dhe djali saj tash është 21 vjet, 22 vjeç, është rritur te fëmijë jetimore në Tiranë. Përballa ambasadave në Tiranë. Po, te Zyberallulli. Unë djalit saj shkojnë gjithmonë që këtu nga Greqia, shkojnë në Shqipëri, shkojnë lekra, i çojnë rrobe, i çojnë çdo gjë. Dhe djalit e saj para 2-3 vite që kanë patur këtu në Greqi. Pa ajo marrëdhëniet vetë me djalin e madh si ka? I pati shumë mirë me të madhe, pastaj u prishë se u zonë këtu, sa ajo është martuar 2 herë, ka vënë djalë tjetër këtu në Greqi me burrin e parë fare. Unë jam i treti. E kuptova. Po kur ti jam burri i tretë. Po kur ti si burri i tretë i mësove të gjitha këto?
Jo, jam çuditur shqip, po unë e pranova se unë vashon do e marr vashon ka vojtër e shketa vashon, është gryra punëtore, gryra për shtëpi, nuk ishte në gryra rrugëve të flasim të vërtetën, se aty që ka të drejtë ka të drejtë, aty që është të vërtetën. Dhe e pranova vashon që të krijoj jetën, dhe bëra një fëmijë me të. Ajo tash po vazhdon gjithë atë rrugën e parë që ka patur. Bujar. E pranova gjendën. Bujar, e kuptoj që ti e ke falur, e ke pranuar, po tani kjo që po tregon ti nuk është normale. Ju jeni burrë e grua, të martuar. Tani ti nuk e kupton që ajo po largohet, të do më, nuk të do më, për çfarë i bën këto veprime? E po tati për e ula, jam ullur ashtë shumë, jam ullur në dërkam, si një fëmi vogël, si një fëmi që vetet e nana jep gjithë, nana që për të kuqan, që jep që për të busuar, ashtu ata unë ula, se nuk doje nga njështë e mi, nga farfizi im, nga tërë. Ti e ke dhunuar ndonjëherë për shkak të këtyre gjërave, ke ngritur dorën ndaj asaj? Dorë nuk, po të mirë, dorë nuk i kam vënë dhe nuk bëm vllaki që duhet një femër dore. Po për të me gojë i kam thënë, të qintat, pak i jeshtat. E pranoj me... Po pse i ke përdorur këto fjalë të pista? Pse i ke përdorur këto fjalë të pista me gruan? Kur ti e ke falur vetë? Ajo ka ikur, është rikthyer, ti e ke falur. Pse e ofendoje më pas? Se ti e ke detyruar që ati iki prap për shkak të këtyre që ka ndodhur. Se një nënë që ka lënë një fëmijë rrugës, që nuk e kërkon kaq vite, do të thotë që ajo e ka marrë gjithë këtë rrugë. Po këtë gjë ti po e mendon tani, nuk e mendove kur jetoje me atë. Dhe me të i kam thënë, unë kam vënë kokën time në rrezik. Kam vënë kokën time kam thënë, të marrë shoqëri, të marrë greqi, të marrë me policinë me shtet, ta kërkojmë çupën. Tënde që të ka humbur. Ajo nuk do t'i fare për çupën, vetë jetë mirë aty kosh, ka gjë. Po mirë mos e ti me atë ke ndar krevatin, ke ndar gjithçka. Ti vetë çfarë dyshon? Pse ajo iku, mori djalin dhe të la? Pse po e bën këtë gjë? Është lidhur me ndonjë tjetër, nuk të dashuron më, ka ikur për shkak të ofendimeve që ti i ke bër? Gjota që 100% unë i rashtë numër telefonit, fola me të vëllanë, fola me të motrën, me të motrën, se ka një motrë ka në Shqipëri, dhe vëllanë ka në Shqipëri, kurse motrë tjetër ka në Kretë. Po. Fola me këtë, fola me të vëllanë, po ma i vëllanë gjoha. Po shumë, si. Gjo motra i me tha, lejtë ma beta, shikoj i të tënde dhe shkoj i të nësaj. Dakor të shumë. Pra ajo të ka lënë, në farë mënyre të ka lënë, të ka braktisur, përderisa ta ka thënë vllai i saj. Po? Jo, një minutik. Po që po punë djali, kemi një fëmijë në mes, si bëhet atë mes. Djali va gjesa të vdesi, që djali nuk e shikon me sy, se i ka me tërë me jemi në sajti, nuk va një shfare se pun babaj, Ky. Gjo vashën, unë vashën, djalin do e shikoj, se unë do pranoj me ligj. E qose shteti, ligji, nuk do marrim masat, pasaj do t'i marrun masat. Po jo, ti mos fol me këtë gjuhë. Dëgjoj, ti mos fol me këtë gjuhë, sepse ka rrugë ligjore, që mund t'i drejtohesh gjykatës që të njohësh atësinë. Pastaj fola me të motrën që ka në Shqipëri. Po. S'kemi si dukesh mirë. Më tha motra gjë, ajo ka gjetur një burr tjetër, është lidhur me një person tjetër. Po, ka marrë një grek, Po. Ti s'ke punë me djalin nuk e shikon, djali e ka regjistruar në shkollë, si më e motra tash, ka regjistruar në shkollë aty ku është, po djali nuk e shikon me sy, dhe si kur të kthehet motra e ty të bashkëjetoni, unë nuk e le motra të bashkohet me ty. Po nuk e besoj se këto janë personat e tyre që bëjmë që të kaloj nga ment. Nuk e besoj se unë e di çfarë gruaj 10 vjet në krevat e di çfarë gruaj kam nuk e di të Grevena ajo është një qytet, është punë e Librazhit, është një qytet që e di të Grevena, policia, gjykata, e di të që çfarë gruaj kanë patur. Nuk është asaj rrugës, më kupton? Po ti deri tani po thosha e ka marr rrugën. Tani thuaj nuk është asaj rruge. Tani ty po ta thon të gjithë që ajo ka zënë një tjetër, është martuar me një tjetër. Ti nuk e beson këtë gjë? E nuk e besoj se nuk e besoj të përcëj. Edhe pse nuk e besoj, se nuk e besoj se ajo mund të ketë bërë burg, mund të ketë bërë me ish burrin trafik. Nëse po nuk do të them që për fëmijë do të emër për fëmijë, po nuk e besoj se ishte grua punëtore, grua për shtëpi.
Po ç'lidhje kam o bujar, ti beson, o bujar, të lutem tani, sepse kjo është gjë serioze dhe në mes është një fëmijë. Ti beson që ja ka trafikuar fëmijë, ti beson që ja ka bërë burg dhe ti nuk besonke që të ka tradhtuar. Këtë nuk e beson ti. Nuk e besoj, nuk jam 100% që të vëjtorë në zemër ose në zjarrt. Ore ti vazhdo ta dashurosh atë. Vazhdo ta dashurosh, ta duash. Unë kam dashur, dua gjë më keq se ka bërë shumë në jetën e saj, ka kaluar shumë keq. Si me burrin e parë, si me burrin e dytë, si vetë në shkollë që ka qenë. O bujar, ndaj ca gjëra. E dos si grua apo e dos të vjen gjyna? Unë e do si grua. Po pra ti vazhdon të dashurosh, edhe pse ajo të ka ikur dhe të ka thënë në telefon që s'ke punë më me mua. Po tash vetëm këtë dua, unë për punën e fëmijës që dua që të njëjë fëmijën, asgjë tjetër dua tjetër gjë. Iku tash, çfarë të bëjmë në shkëlqe që nuk mirem dot. Me zor nuk mbajt në shtëpi. Patjetër, nëse ajo ka nisur një tjetër raport, një tjetër lidhje, normalisht do thotë që ajo s'të do më dhe i ka dhënë fund kësaj gjëje. Por unë do të joj të bëhet edhe për fëmijën. Që të kemi unë që ta shoj fëmijë, të kemi unë të detyruar fëmijë sa kanë për detyruar pas ata gjykatës shkojnë në gjyq të bëj të mia, penat e mia. Po unë kam frikë këtë gjë, se ajo më se ka marrë gjëna të rrugën e parë që ka patur. Ke shkuar në polici aty ta denoncosh? Po, vajta polici bëra denuncim. Po. Mora ta kanalet për gata tumburit. E qartë, policia çfarë të tha? Policia dhe presim nga gjykata, po është si me problem, se ti nuk njës si baba që me të. Po pra, ti tani duhet të marrësh një avokat, ti drejtohesh gjykatës aty, që të bësh njojën e atësisë. Në momenti që bëhet njojë e atësisë, pastaj gjykata do t'i japi të drejtat. Ti je babai biologjik që do dalësh nga ADN-ja, se ti je i sigurt që ai është fëmia jot. Që i përqisë, vëme këtu unë ka pa avokat këtu në Greqi. Po. Avokati va mua është qik me spes punën gjithat një është grua, ta di shku shumia që ta marri shtetit të bësh ADN. Po pra, këtë duhet të bësh, duhet ta bësh patjetër këtë gjë, që të njihet atësia. Ndërkohë që ke veshur një bluzë dhe mban djalin aty. E Ronaldos, po, e me Cunit. Këtë nuk e i gjitha vdes. Ka marrë malli për djalin. Do të thomë me deklarat, do të deklaroj vete ty televisioni, vetë për kanalet, nuk do të arri që të bëj atë si që bëri në Tiranë para një viti, para 6 muajsh. Bujar, unë nuk do të gjëj këtë fjalë, të lutem. Jam shumë në stres, jam shumë i nduar, që nuk më marru i pilat mua. Unë të besoj, të ka marrë malli për djalin, të mungon zëri ti. Vete të djalin të shkolla, më fajnë fëmijët e shkollës që ku është Ronaldo. Të kuptoj dhe të besoj që të ka marrë malli për djalin. Aq më ka marrë që do arri që nuk e di që më të bëjnë, unë do të arri që jam në Greqi, që në Shqipëri, kam iku që në moshën 13 vjeç nga Shqipëria për Greqi, mund të arri që shkoj në Shqipëri të gjej njerëz që të marrë në dorë atë që është për të marrë që të bëj që mos vetë shkojnë e burgë të vritën dhe në bushkatojnë nuk vetë për djallë, se e kam rritur jo si babë, e kam rritur të manë si nënë, kam vojtur për bukën e gojës, e kam manë djallë. Po nga martesa e parë, ke fëmi? Ka një djallë, kam 18 vjeç djallë, dhe që mu 18 vjeç i kënë ushtarë të në Greqi, jam bërë darje me gruan e parë, po ma litë e djallin, mua e shikoj një çdo ditë. Dhe djali mirë më të shtëpia va babi va marrë vesh aq kështu shumë mos e mërzitova se më kthej vë mua vash babi unë do bëj atë që është pa bërë vash. Ta di do marrosh si bab vash. Po jo më jo, ti nuk e pse për këto fjalë tani të lutem bujar. Jo, unë deklaroj me shpirtin me zemër, jam burr 45 vjeç mushashi, nuk jam një djalë me 2 vjet, nuk është e zoja të lozi mua me 2 porta. I kam pranuar shumë. Martova me burrin e parë. Ishte martuar të kushuriri i ri të burri parë që unë nuk e dije. Pse ajo burri parë është kushuriri jot? I pari, jo kjo që është burg, se ka qenë 2 herë martuar për para. E kuptova, po. Ka dhe djalë me atë kushuririn tim të pari. Po shumë histori e gjatë.
Unë ku I pranova tërë këto I marë për Shqipra, që vazhdo të krijoj një jetë, të bëjnë fëmijë, të krijoj një jetë, gjitha të vdes, ajo e moj një rrugë në Itali, pa bërë një jetë, ta që I gjende. Jo, unë dua për punë fëmijës, e të shkoj jetën, inshallah zotit t'ja bëjmë bara diku është, po jo me këtë mënyrë, që më mbaj djalin 10 ditë, mos I dëgjoj zërain djalit, që vetë të shkolla kaloj aty, dhe më thoi që ku është Ronaldo pa fëmijë. Duke do më jetën. O Bujar, të lutem tani, unë e kuptoj që ti je shumë I ngarkuar nga ana psikologjike dhe është normale e gjitha kjo situatë, sepse nuk e djalin pranë, ndjen mungesën e tij, por qetëso, sepse ka një rrugë ligjore që duhet të ndjekësh deri të arrish te momenti që të gjesh djalin. Janë procedurat, ne jemi të dy së bashku në këtë live për ta denoncuar këtë histori. Unë kam për vetë miqja, vetë ja kaloj jetën e saj, inshallah Zoti ti mirë. Po, më ka shkatruar jetën, 10 vjet, pse s'ma ka planuar djalin që I këndu se sa ishte të bëjë dhe ne që një djalin, ose të shkojë në Shqipëri malit të bëni më cilibrimet. Për çfarë arsye? Nuk është kaq, I lutem shumë, të më dhini djalin telefon dhe nuk dua që mua më pegoj djalin. Djali Im është djali Im, nuk bëhet bab, se e motra që ka në Shqipëri, më tha që ajo do të jemi djali me emrin e burrit që do marri tashi, me emrin e Grekut. Po mirë, ajo jeton në Greqi me letra. Me letra po. Po nëse ajo jeton me letra të rregullta në Greqi, policia greke atë e gjen ku jeton. Sa nuk jeton në mënyrë ilegale, fshetas aty. Policia greke më dha mua nuk bëjmë dot gjëra aty, mirë për kallëzim pa këtu te ne, nuk bëj dot gjëra se ajo ka me mbijemin e saj. Me djalin. Sa janë nesër më thotë që unë I ka dhe jam mirë me djalin, bashkëtoj me djalin jam mirë. Unë nuk e njoh vetë person të thotë, më kupton? E qartë, unë të këshilloj që me avokatin të drejtohesh gjykatës, që të bësh analizën e ADN-s që të vërtetohet atësia, që të dalësh babai biologjik dhe të regjistrohet tek djali atësia, që më pas të kesh të drejtat e takimit dhe ajo nuk ti mohon dot më pastaj. Unë një mesazh jam për djalin kaq. Ronaldo e dua shumë. Parti lidhje, më gote shumë shoqëria. E kërkojnë, të tërë e kërkojnë. Jam një të një mesazh. Gjesa të vdes, nuk e lej në dorë me saj. Mirë, të lutem, qetëso dhe do flasim bashk. Për të qenë transparente, unë dua të marr edhe Floresha Hoxhën në këtë live, bashkëtuesen e Bujarit, për të dëgjuar dhe zërin e saj, për të dëgjuar dhe versionin e saj, që çfarë ka ndodhur, pasi 45 vjeçari ngriti një lum akuzash ndaj saj, por I kërkoi dhe falje, pranoi dhe gabimet e veta. Mirë, e ftoi nënën e djalit, zonjën Floresha në këtë live, për ta dëgjuar. Beta. Floresha. Urdhra. Më njofe. Po, gëzohem që po flasim bashk. Babai I Ronaldos, I djalit, më ka marrë në telefon dhe më tha që prej datës 5 mars ish bashkëtuesja më është larguar dhe unë nuk kam asnjë informacion për djalin. Çfarë ka ndodhur? Po, të sqaroj unë. Po. Unë me babain e Ronaldos nuk e kam as me karta, asin që përgjeje, zonja Beta. Dhe ai nuk ka pse ta kërkoj se Ronaldo është me maman e vet. Po mirë, a është babai, a e ke me atë djalin? Domethënë me Bujarin e ke djalin? Djalin e ka me atë, por kur e kishte atje djalin, nuk ishte ai baba që ta kontrollonte fëmijën që t'i jepte dashuri, që t'i jepte ngrohtësi, zonja Beta. Ai ishte një baba që vetëm të këqia nxirrte nga goja. Të ka dhunuar. Vetëm urrëkje nxirrte nga goja. Jo dhunë me dorë, po dhunë me fjalor, të pisët. E dashur Floresha, këtë gjë ma tha dhe mua. Ma tha dhe mua që e kam ofenduar, e pranoj, kam bërë shumë gabime. Unë nuk të gënjej, unë nuk I kam qef gënjeshtrat edhe të dalë vetë e pasër e të baltos tjetëri. Gjallë botë. Por, është një... Nuk mund t'i do t'a spring për një fëmije. Do t'u ashti pse. E ka ushqyer mirë, kur ai mua më ofendonte, I thoshe dhe çunit, poj ti se e ke kështu, e ke ashtu, se nuk do atë që të plas. Më kuptoj gjërat. Dhe unë kam hequr shumë, unë kam dashur shumë
Shpeshe unë jam larguar, është e treta herë kjo, se një femër nuk e merr rrugën që të largohet për shtëpis me një fëmijë, se nuk është e thjeshtë. Por mirë, ti ke dhënë fund, e kuptoj, por pse nuk e lë që të flasi me babain djali? E di pse? Pse? E di që ai do ofendoj. Ai aty ka patur fëmijën, edhe nuk i ka dhënë rotësi, çka kërkon ma tash që i ka unë. Që i ka unë, kërkon ai që mora fëmijën unë, po unë fëmijën e kam në emrin tim. Unë e kam lënë, kam folur me shkollën, që kam kontakte me shkollën e djalit. Unë do kem kontakte me këto, vetëm atë njeri jo. Jo, unë e kuptoj që djali është i sigurt është me nënën, por ai është babai, ti e pranon që ai është babai, pavarësisht se nuk je me letra, nuk i ke njohur atësinë. Pse nuk e lë ti që ta njohë atësinë ai? Se nuk është prind, ai e ka djalin e vet, 17 vjeç, edhe nuk e do fëmija e vet që ka aty në Grenada, nuk e do fëmija e vet. Sa i më tha mua që Floresha nga martesa e parë ka fëmijë, nuk e duan fëmijët, më tha që Floresha ka bërë edhe burg, së është akuzuar për trafikim fëmijësh. Nuk ka që i duhet ati se unë që kam bërë unë, a i di shumë mirë, mos më pranon të mua po t'ishtë ashuja. Se që kam bërë unë i kam mequr kusue nga tjetëri, nuk i kam mequr se i kam dashur vetë. Ato që kam kaluar, unë kam kaluar, unë sut që t'kaloj të tjera. A i mos me historinë time. Historinë time i dinta i pa më marrë mua. Jo, a i e tha këtë, që unë mi ka treguar vetë dhe unë e kam pranuar ashtu si që është. Ku i kam treguar unë, mos zjeri tash se unë fëmijën tim, unë e kam këto, edhe do ta kem derisa unë të vdes, dhe do përpiqem për të fëmijë që mos mi mungoj as edhe një gjë më të vogël. Por dëgjoj, ai ka të drejtë i drejtohet gjykatës Floresha që të njohë atësinë, se ai është babai dhe ti e pranon që ai është babai, ti do ta lësh të flasi. Jo, tashi kërkon ky që të njohë, do që të njohë atësinë e fëmijës. Pse kur kishte aty, pse nuk donte nuk dinte që të jepte dashuri këtij fëmije? Pse tashi kur hika unë dhe i kam thënë, o ik ti o ti ki unë. Po djali e kërkon babai? Jo, djali kërkon vetëm shoqërinë e vet. Të shkolla, kaq nuk e përmend. Më dëgjoj, brenda mundësive, me që jemi të ky live im këtu, edhe a më lejon që ta marr atë në telefon dhe të jemi të ky bashk? Unë e kam më të thjesht të flas me ty se sa me atë. Kam folur 10 vjet dhe nuk jam marrë vesh me të zonja Deta. Ja, e kemi këtu Floresha, e kemi Bujarin. Bujar, e ke drejt për drejt Floreshën. Çfarë mesazhi do t'i japësh? Unë do të jam mesazh ka gjë. Më fal për gabimet që kam bërë asaj, kam hyrë. Ja. Po, ja, dakor. Unë dua mos më pegoj djalin. Vetë mirë ati ku është, Zoti t'ja bëjë mbarë, mua në kreatë më ke qenë për djalin, mos më pegoj djalin më si djalin të fortë, e të bëhe me shpise me zemër. Të lutem, Bujar, foli djalit, aja të nëzori djalin. Ja. Rana të mund t'i papi. E mirë. A jemi e t'i shpiste. Iksem, ma mërzi dhe qunin. Mirë, vetëm ma largo djalin, të lutem. Largoj më. Atere, Floresha dhe Bujar, ju i keni dhënë fund martesës, lidhjes tuaj, me sa po shikoj unë. Ka dhënë fund ajo, unë e shpiste me zemër, unë gjende atë e pranoj gabime që ka bërë ajo, gabime që ka bërë ullëm në gjuish, ja mu vojtor për shto që, se dhe nuk është një kafsh, ka qenë ngryuar për shtëpi, ka qenë ngryuar për familje, unë i ka mirë në akë. Jam penduar, po, mos më pegoj djalin mite, ka shkonu mite ardhene që të bëjnë një djalin, për qa syet? Pare. Isha kur isha, ato fjalët që më ofendoje ti, më ke rënduar dhe të fmite mi. Të kam i funduar. Fmite mi. Se nuk kam qef, se kjo është emision që është live edhe unë nuk kam qef që të bëjmë të gjitha. Ti ofendimet të tua, ma më kam vra shpitëri, dhe kjo fjalja që ti kërkon fali, unë ta marrë sot dhe unë i gjetë ty. Dakor, ke të drejtë shumë, e di që ke të drejtë shumë. Ma një të vetëm fëmijëve të tu, që ke hyrë në aktiv fëmijëve të tu, si të madhi dhe ti të vogli. Ku të fëmijëve ka në taktur, që mojë fëmijëve ike? Ja mua, fëmijëve të mi ti nuk jo ofendon dotëre. Floresha, Bujar. Ti fëmijët e mi nuk jo ofendon dotëre. Floresha. Ik për shpis, ose do t'i këti, ose do t'i ki unë.
Floresha, që mos t'i hym konflikteve. Do i ju nuk të shkoj të armën e pistimur. Bujar, Floresha me sa po kuptoj ju nuk kthehet më te ty, i ka dhënë fund kësaj lidhje. Të kthejmë ose më pekoj djalin. Po, Floresha, ta jap këshill. Edhe nëse ja pengon ti djalin, ai do ndjekë rrugën ligjore e dashur Floresha. Do i diku që na ndiku këtu kesh i komplet. Dhe nëse do të njihet atësia, ja duro të lutem, duro Bujar. Po vjen një minutë, unë do një mision nga Juve të merri për vrema penale që ka bërë kjo Shqipëri. Jo, o Bujar. Tani të lutem. Ajo që ti të intereson ty është jeta e fëmijës tënd. Atëre. Hajde shkoj te taj. Mos fol mua ti. Se që kam bërë në ty s'intereson fare, një e pare punës, e dyta, ti di shumë mirë ato historitë e mia. Dhe mos më nxirr mua tash ti nga historitë sot e 20 vjet, mi nxjerr tash. O ti di historitë të vërteta se ç'është. Po sepse nxjerr, nuk e pse nxjerr sepse nuk jam nga ato që ti më thua mua. Në rregull. Nuk jam nga ato. Nuk jam nga ato. Edhe fëmia im është i imi. Floresha. Nuk është imi ti. Floresha. Nuk është i joti. Floresha. Dëgjoj pak të lutem Bujar. Mirë me fol me tër gazetarinë që ta di se ku është fëmia ime, si është fëmia ime, të kenë kontakte me fëmijën, me Floresha. Me ty jo. Floresha, të lutem, po të bëj një pyetje transparente. Bujari është babai biologjik i djalit? Nuk është. Nuk është, e ke bërë me tjetër njeri. Nuk është. Bujar, nuk është. Si nuk është që me mua kemi rritë Nuk është sot, sot e 10 vjet ti kërkon ADN ti. Sot e 10 vjet. Ka kërkuar gjithmonë kur ke planuar që uji në Itali. Floresha qetësou pak, Floresha. Po e thuaj nga nervat. Si të flasim të dyja. Floresha, do flasim të dyja, po e thuaj nga nervat këtë gjë apo është e vërtet? A ka mundësi të flasim të dyja dhe të largohet ai se nuk dua që unë të përjetoj ato sot e 10 vjet kaq. I kam dhënë dy herë shanse zonja Odeta. Të lutem, se shumë e rënd kjo që the. Nga nervat e the që nuk je babai biologjik apo është e vërtet? Që ai ta di këtë gjë. Nuk është. Tronç. Pra ti e ke tradhuar me dikë tjetër në atë kohë. Nuk është. Më mirë ishe nga lajki se nuk dua që të ashuja. Kaq, fëmijë e ka patur fëmijën sot e 9 vjet, nuk është për pjeku, nuk punonte zonja Adeta. Nuk punonte. Priste nga mua o zonja Adeta, se nuk dua që ti hap të gjitha gjërat. Se jemi live. Se ai shumë bukur e këto me historitë ku kanë qenë çka kanë bërë, se çka kanë bërë, çka po bëj. Që po bëj që po rrit si një fëmijë vet, që po bëj që unë përpiqem për fëmijën tim vet, që po përpiqem që unë ta kem fëmijën pranë në çdo hapat e mia. Po mirë, shumë mirë bën se je nëna. Shumë mirë bën që unë fëmijën tim nuk e le pa shkollë, unë fëmijën tim nuk e kam lë pa shoqëri. Fëmijës tim sot e tutje s'ka për të munguar asnjë gjë më të vogël, sikur i ka munguar atje. Floresha bën shumë mirë. Floresha bën shumë mirë që se është fëmia jot, por nëse Bujari nuk është babai biologjik, ai ta dëgjoj nga ty këtë gjë në këto momente. Sa ai vazhdon të besoj që është babai. S'është. Bujar. Po. Nuk është. E dëgjove, po të thotë që nuk je ti babai. Nuk është. Nuk është e saktë, unë dua pesa të bëj DNA. Do e bëj. Vënë gjyka vënë. Ja mo DNA po ta kem live. Çfarë po më shumë se ka DNA. Nuk e kam 100% dhe jam me deklarata 100%. Dhe i përballën dhe bukut, i përballën për çdo gjë. Ligjit. Ka mundësi të na lësh rahat tash në qetësinë tonë dhe të flas me zonja Odetën. O Floresha, shumë e rëndë ajo që the. Shumë e rëndë ajo që the. Nuk e meriton, zonja Odeta nuk e meriton, të tregoj Lola. Më dëgjoj, okej, unë mund ta besoj që ai ka bërë shumë gjëra të këqija, por jemi tani të dyja, është babai apo jo? Ta them një të vërtet se a jemi live a çfarë jemi? Po, jemi të live me Odetën, po. Kur fëmijës të vet, më fal për shprehjen, kur i thot kopil, si mund të quaj ai
që është fëmijëve. Ku mi thot mua, për ai ma ka mohuar vetë me gojën e vet. Që kështu tash si ka mos i kërkon aty një. Tani, unë po të pyes, jemi të dyja gra, jemi të dyja nëna dhe unë jam nën. Është babai biologjik apo jo? Për të që nuk është. Nuk është. Se është e rëndë, ai ka 9 vite që e ka rritur atë fëmijë. Ja kam thënë edhe vetë kur e ka mohuar, që vetë më ka thënë që e ke kështu. Se nuk du që ta them se po më vjet djali afër. Prandaj. Mirë, por djalit nuk i ke treguar asgjë. Qa ti them djalit, është i vogël. E di që është i vogël, por unë me djalin kam lojtur dhe edhe mëmësinë dhe atësinë dhe psikologjinë. Unë jam rrafur me tërë të mija që çuni im të mos kuptoj gjërat që ai është i mitur edhe nuk mundi që ti kuptoj. Po pse qëndrove 9 vite me atë? Pse qëndrove kaq gjatë? Se ti se logjikisht, që kur je martuar, që solle një jetë fëmijën, ti e ke sillur me një tjetër, ke shkuar me një tjetër, nuk të paragjykoj fare. Pse qëndrove 9 vite me të? Kam dashur ti iki dhe s'më ka lënë. Më ka fshet pasaportën. Qa ti bëju? Ma bajti pasaportën më gënjevi. E bajta e qova në Shqipëri të në dogan të avullosin të abëjt që unë edha për 3 muaj. Nuk edha unë që të rri me vite. Nuk më interesoj shumë ato, që të them tashi se qa ka bërë ai do quaj si ku unë pa i them nga i nati. Po më mirë me pyet më mirë në greve natë marrësh vesh se kush ka qenë, e merre vesh kush ka qenë Lola dhe vere notën veç. Çfarë thot Lola më tek? Floresha, unë të këshilloj me një psikologe, çfarë të ftoj ajo të bësh me djalin, sepse ai njeh për babain për humbin edhe ai sa e pa qau. Se normalisht ai është rritur me atë 9 vite dhe ai e njeh për baba. Nuk e di të vërtetën. Me një psikologe këshillou që çfarë të bësh, ndërkohë që edhe vetë bujarit shpjegoja, thuaja të vërtetën, që ai ka një tjetër baba, sepse ai do i drejtojë gjykatës për të bërë ADN-n. Dhe ADN-ja do dali që nuk është ai, nëse është vërtet kështu si thuaj ti. Moj pota donte me zonja Teta se një prind për fëmijë jep jetën. Po jo, unë e kuptoj. Ai mund të bësh 100 gabime, por nëse ai nuk është babai biologjik, ai duhet ta marrë vesh këtë gjë. Nëse ai është babai biologjik, atëherë ai kur mi ka mohuar për herë të parë që ma ka mohuar vetë, e ças më ka thirrur mua. Kur ai e ka mohuar vetë i pari. Por unë si në nuk e mohoj të fëmijën tim. Po jo, ti nuk e mohon se ti je nëna, por ai ta ka mohuar se ndoshta ka dyshuar në atë kohë ndonjë gjë. Ai më ka quajtur mua të asaj rruge, në një kohë që unë nuk jam asaj rruge, më ka quajtur dhe unë po e le atë mendim që ka thënë ai më përpara. Atëre babai është ai, babai është bujari. Por ti thjesht nuk doj që prandaj po të them, kur ai mua më ka mohuar, që ka mohuar më përpara vetë, më ka quajtur mua. Ajo që nuk jam asaj rruge. Është e rëndë, unë të kuptoj. Të vrasi një nëne në sy të fëmijës, të ofendoj një burr në sy të fëmijës, ti për çfarë rri me atë grua? Floresha, nëse nuk të ka pëlqyer ajo jetesë, je ndier e dhunuar psikologjikisht, ke bërë shumë mirë që i ke dhënë fund, por të lutem, djalin mos e ndaj nga babai. Nëse e do djalin tënd, mos e ndaj nga babai. Kam shumë respekt për ty zonja Adeta, por nuk është njeri që ti japësh që të ketë komunikim me fëmijën. E di pse? Se do filloj do shaj. Por do vendoj në sy të fëmijës më motë. Unë të kuptoj, por gjithsesi unë do ta le djalin një muaj, 2 të jetë çiki qetës që çuni të mësohet këtoja. Edhe pastaj unë do e le të flasi, dash me motrën e tij, dash me njerëzit e tij. Po me atë nuk mundem se më ka ofenduar, e din të tërë. Po mirë, unë të kuptoj, por unë t'jap një këshill. Nëse e do djalin tënd dhe mos ta dëmtosh nga ana psikologjike djalin, se sido që të jetë ai e ndjen mungesën e tij. I mirë apo i keq, ai është babai i tij. Lërja le të flasi. Sepse dhe ai është bërë pishmën tani, dhe ai e vuan mungesën e tij. Ti ke dhënë fund asaj martese, ke bërë shumë mirë, nuk të paragjykon askush, vazhdo jetën tënde. Por fëmia nuk është pronë private, nuk është e jotja. E keni sjell të dy në jetë. Zonja Teta, kur kam ikur para 5 vjetëve, te motra ime. Po. Te motra ime, se unë sojndim kam, se unë nuk i ki kuturu, unë me sojndim. Se unë me sojndim doj qaj ale, nuk doj qaj unë me... E qartë. Lesen, me pak pjallë. U lutu bë, e hajde ma tash po i jap edhe një shansë.
për hir të fëmijës. E u gjykova. Vajte, u ktheva. Kur kalovi një muaj, fillovi prap të para, ato që më thoshte para, mi thoshte prap. Nuk ka ditur një herë ta marri një xhiro si kur e marrin prindë të tjerë fëmijët. Floresha. Nuk e ka çuar një herë në shkollë fëmijën e vet. Floresha. Nuk e ka çuar një herë. Zonja Deta, një herë nuk e ka çuar një prind. Kur është kaq i dhënë pas ti fëmijë. Pse mos ta çoj një të fëmijë në shkollë, ose ta marri, ose ta çoj, ose të dali një xhiro. E shumë i qetë, unë do ta kem djalin, do ta haroj si sytë e ballit, mos më bëj çunitet asnjë gjë më të vogël. Dhe unë uroj që ai mos vaj, unë uroj që ai të ketë dhe kontakte me babain. Ti ketë të dy. Mendo babain tënd, mendo nënën tënde. I ke dashur të dy. Ashtu mendo dhe për fëmijën tënd, i do të dy. Vetëm dëgjoj, çka kam dëgjuar nga goja e tij. Një urrëtie, një bullizim. Mua më ka ftofur, jo mua që po e pun, po ka ftofur e fëmijën, po ti thuash fëmijës tënd, më fal për shprehje, më fal kush më dëgjon. Që ti thuash fëmijës tënd që i je kopi. Është shumë e rëndë zonja Deta. E kuptoj. Është shumë e rëndë. Mirë, unë të këshilloj. Ma më vjen zor që po ti them se jemi live, se po mos jemi live, Lola kishte për thënë shumë. Por që ti thot një fëmijë, ato fjalë nuk durohen, e kam duruar shumë. Vetëm mos i merrni për bazë ato që thot ai se motra dhe vllai jot i kishin thënë që ajo ka nisur një tjetër jetë, është martuar me një shtetas grek, kështu që po, është e vërtet. Ti ke nisur një tjetër marrëdhënie tani. Mirë, unë të uroj lumturi, por këshilla që ti dhash mi dëgjoj, janë për të mirën e djalit, se s'dua të mbaj gjatë, se s'dua të dëgjoj djalin më shumë. Unë nuk kam as cilibrim to, as kartat në emrin e çumës. E di, por është gjyqi i parë që bëhet një ADN-s. Bëhet ADN-ja. Dhe po se ka dashur ai, nuk e ka dashur ai zonja Deta, nuk e ka dashur. Po ti s'ta shumë pse s'ja vite që ditën kur lindi fëmia. Unë kam shkuar, se po flas sot e 10 vjet. Kam shkuar në spital për me lind fëmijën me operacion, sa më ka lënë te dera e spitalit dhe ka ikur. Kam qenë pa njeri zonja Deta. Kam qenë pa njeri që një taksi të merrja më kishte çuar. Të kuptoj. Mirë, Floresha. Po të them, unë nuk i kam, as e jam me nerva, as e jam me stresume. Unë po t'i qaj ato më elementare, jo të gjitha. Historia e këtij çifti e Bujara Beshi dhe Flora Hoxhës ishte vërtet një histori e rëndë. Floresha në këtë live i tha se nuk je babai biologjik i fëmijës, u trondit Bujari dhe është normale kjo gjë, por unë uroj që të jetë një gënjeshtër nga ana e Floreshës dhe ajo të qetësohet dhe të reflektojë dhe mos ta ndajë të birin nga babai biologjik, pasi Bujari do i drejtohet gjykatës për të bërë analizën e ADN-s. Urojmë që të bëhet më mira për atë vogëlush që mos jetë as larg nënës dhe as larg babait. Ju falenderoj dhe juve miq që më ndoqët deri në fund dhe mos harroni të hyni në faqet e mia zyrtare në Instagram Odeta Dume Mandro, në faqen time në TikTok Odeta Dume Mandro, si dhe në Facebook Odeta Dume Mandro dhe këtu lart të abonoheni në kanalin tim zyrtar në YouTube, si dhe poshtë lini komentet tuaja. Faleminderit.